Për Partinë Demokratike, fushata e prezantimit të kandidatëve të djathtë ka vijuar në qytetin e Fierit. Në fjalën e tij, Berisha theksoi se kandidatët për deputet të PD-s nuk janë vetëm të kësaj partie, por të çdo qytetari. Sipas kreut të qeverisë shqiptare, të 23 qershor do të zgjedhin modelin e djathtë, duke mos i kursyer gjithashtu as akuzat ndaj kundërshtarit të tij politike Edi Ramës. Midis tre ligjeve me të cilat hapej dera shqiptarëve për statusin e Bashkimit Evropian dhe 4 partive komuniste që hyrën për herë të parë në aleancë me Partinë Socialiste, u zgjodhen Partitë Komuniste. Zgjedhja dëshmon qartë se cila është mendësia dhe mentaliteti për orientimin ton perëndimor, për integrimin ton në botën perëndimore. Në qarkun e Fierit, lista e demokratëve kryesohet nga Sokol Ulldashi për të vijuar me Mesila Dodën.